Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha në javën e parë të majit ju shikoj të mërzitur, ju shikoj të zhgënjur, shikoj një situatë ku për një kohë të caktuar i keni mbyllur syt ndaj së vërtetës, nuk keni dashur të zgjidhni, nuk keni dashur të veproni, keni thënë prit pres, ndoshta kam një opsion tjetër, ndoshta e kam unë gabim, ndoshta po më gënjen intuita, po do të zbuloni të vërtetën, e vërteta do të jetë e pa diskutueshme në javën e parë të majit dhe do të jetë një e vërtetë e hidhur që do t'ju lëndoj. Shkalla se si do të ndikoj tek secila virgjëresh do të jetë e ndryshme, se është sigurisht leximi i përgjithshëm. Për dikë mund të jetë një çështje që ju kishit dy opsione, morët një vendim, bët një zgjedhje, do të kuptoni në javën e parë të majit që ajo zgjedhje që keni bërë nuk është zgjedhja më e mirë për ju, duhet kishit zgjedhur diçka tjetër. Mund zbuloj dikush, mund zbuloj që një person ju ka gënjur, që një person ka përfituar diçka nga ju ka premtuar tjetër gjë dhe tjetër janë realisht të vërtetat. Dikush mund të ketë një zhgënjim që ka të bëjë me shoqërinë apo me një person të familjes, që s'keni dashur të besoni që vërtet këto njerëz kanë krijuar situata mbas shpinës tuaj, fjalë tash e theme, janë munduar që t'ju lëndojnë apo kanë një lloj xhelozie, një lloj inati ndaj jush. Për të tjerë pastaj, për ato çifte të cilët kanë pasur probleme, ju keni me intuit virgjëresha, keni ndjerë që ka diçka që nuk shkon, do të zbuloni që është e vërtetë është një situatë tradhtie, është një situatë ku partneri ose partnerja ju ka gënjur, ato janë përfshirë me dikë tjetër, do ta zbuloni këtë personin e tretë dhe do të jetë një goditje, një impakt i fortë për ju, sepse është një dashuri që shumë e rëndësishme, një marrëdhënie shumë e fortë. Për disa e shikoj si një situatë që ka të bëjë me një ndarjen e një martese, pra kjo tradhti që mund të ketë ndodhur kohë më përpara, apo që plaga është akoma e hapur, ju e ndjeni akoma këtë situatë, jeni akoma në çështje gjyqësore, akoma pjesa e divorcit nuk është e përfunduar, ndarja, dhe kjo ka një impakt shumë të madh tek ju, tek jeta juaj, tek përditshmëria, tek mënyra se si e shikoni jetën, tek mënyra se si i shikoni lidhjet tashmë. Jehona asaj situate vazhdon edhe në ditët e sotme, sidomos për ata që e kanë si çështje akoma të hapur. E them këtë gjë sepse në javën e dytë shikoj një situatë që ka të bëjë nga ana ligjore, me dokumenta, me aplikime, që do të ketë vonesa. Nuk do të mbyllet negativisht, po do të ketë vonesa. Kjo ndodh virgjëresha edhe sepse Mërkuri, planeti që ju udhëheq, planeti që lidhet me komunikimin, lidhet me shkresa, dokumenta, lidhet edhe me udhëtime të shkurtra, Mërkuri futet në shenjën e Demit. Dhe në atë energji ngadalësohet dhe çdo gjë që lidhet me komunikimin, çdo gjë që lidhet me shkresa, me gjithçka të kësaj forme, të shkruar, gjithçka aplikime, çdo gjë tjetër, shkon shumë herë më ngadalë. Dhe kjo do të sigurisht për ato virgjëresha që janë në pritje që të marrin përgjigje, kjo do t'ju stresoj, se do thoni pse mos ma shtyn datën për një kohë tjetër, ma shtyn edhe për muaj të tjerë, tani duhet pres edhe këtë gjë, apo duhet bëj edhe këtë dokument tjetër, edhe kjo do të krijoj goxha frustracion për ju, do t'ju duket e padrejtë, situata është komplet e pa balancuar, sidomos për ato virgjëresha që përveç pjesës së ndarjes keni edhe fëmijë bashkë nga kjo marrëdhënie dhe është kaq e njëanshme situata sa ju jeni personi komplet që kujdeset për fëmijën ose për fëmijët. Nuk merrni asnjë lloj ndihme nga ana e palës tjetër, qoftë ndihmë nga ana financiare, qoftë ndihmë fizike, pra që të jetë i pranishëm personi dhe të luaj rolin që i takon në rritjen e fëmijës, keni komplet gjithë pesha, gjithë bara është mbi ju. Për të tjerë, pastaj kjo ndjenja e padrejtësisë e javës së dytë mund të jetë në lidhje me këtë zhgënjimin, në lidhje me këtë situatën, ka të bëj edhe me disa virgjëresha, bëni shumë kujdes
kur firmosni marrëveshje, kontrata, nëse ka ndodhur më përpara, për fat të mirë Merkuri, edhe pse është në një energji të ngadalt, është drejt gjatë këtij muaji, por nëse keni marrë një vendim më përpara, pa u informuar mirë, do të shikoni pasojat tani në javën e dytë, ku do t'ju duket, do ndjeni që diçka është e padrejtë ndaj jush. Dhe kjo do t'ju prek ndryshe, virgjëreshat në forma nga më të ndryshmet, për dikë mund të jetë një padrejtësi që të bëhet në punë, për dikë mund të jetë një padrejtësi që mund të të ndodhë edhe në një gjë të thjesht fare, po themi je në radhë diku edhe dikush të pret radhën, futet përpara teje, ndërkohë që ti mund të kesh një orë ca që pret. Mund të jetë edhe një gjë kaq e thjeshtë për disa prej jush, edhe një situatë shumë herë më e madhe, më e komplikuar për disa virgjëresha që ka të bëjë me një çështje ligjore, që ka të bëjë me një seancë që ju prisni që të zgjidhet, të përfundoj, që po ju mban në tension dhe që vareni nga ai vendim për shumë gjëra, qoftë për pjesën e që ju takon nga ana financiare, qoftë për qetësinë tuaj që të jeni të lirë edhe të keni mundësi ta mbyllni si kapitull, sepse kjo është një gjë e konsumuar, e shikoj virgjëresha, është diçka që është mbyllur, domethënë është një gjë që nuk ka më kthim. Për ata që gjejnë veten te ky lexim, çfarë ka ndodhur mes jush si çift është kaq e rëndë, kaq përfundimtare, dhe virgjëreshat përgjithsisht, sidomos femrat e shenjës së virgjëreshës, ju keni një durim të jashtëzakonshëm, bëni njashmase në marrëdhënie. Që të arrijë situata deri në pikën e shkëputjes, do thotë që ka pasur arsye shumë të forta që keni arritur deri në atë pikë, sepse ju gjithmonë toleroni, prisni, bëni durim, përpiqeni aq më tepër në qoftë se ka pas edhe fëmijë dhe keni fëmijë me këtë person, atëherë ju vërtet keni dhënë maksimumin tuaj, por gjëra të tilla që nuk ka më kthim pas, sepse energjia e vdekjes më tregon që është diçka përfundimtare, diçka, një kapitull që ju doni ta mbyllni një herë e mirë, keni nevojë ta mbyllni këtë kapitull, sepse ju ka krijuar shumë stres, ju ka krijuar një ngarkesë të madhe nga ana psikologjike, ju duket sikur keni nevojë për një rifillim të ri, dhe për sa kohë që kjo çështje është akoma pezull, është akoma e hapur, ju nuk filloni dot nga e para, jeni akoma në atë situatën as këtej as andej zvar gjërat në atë lloj energjie. Për të tjerë pastaj, kjo më tregon si energji në javën e tretë që keni nevojë për një fillim të ri, keni nevojë për diçka tjetër, për diçka ndryshe, mund të keni nevojë edhe të ndryshoni ambientin ku jeni, njerëzit rreth rrotull jush, kjo situatë që do të ndodh, kjo hatërmbetje, ky zhgënjim, nëse ka të bëjë me një person në punë apo në familjen tuaj, do të bëhet kaq e pakëndshme situata, raporti mes jush, mbas këtyre debateve, mbas faktit që ju ndjeni sikur ju bëhet sikur vërtet ky person ju ka bërë një padrejtësi të madhe, sa do të bëhet e vështirë që ju të vazhdoni të qëndroni në të njëjtin ambient bashk. Përditshmëria. Duhet me patjetër që të shkëputeni, mos të keni më kontakt as fizik as të përballeni, që të jeni të qetë. Kaq e pakëndshme do bëhet situata sa herë që jeni rreth këtij personi. Do jetë një ndjesi negative që ju e keni ndaj personit dhe pala tjetër e ka ndaj jush si në gjëmba. Nëse keni mundësi, do t'ju rekomandoja që të bënit këtë shkëputje, për nëse ka të bëjë me punën, jeni të zhgënjyer, e shikoni që është një gjë që do t'ju lër shenjë dhe nuk e kaloni dot, nuk bëni dot sikur s'ka ndodhur, filloni kërkoni për një punë tjetër, për opsione të tjera. Nëse ka të bëjë me një person të familjes tuaj, nëse jetoni në të njëjtën shtëpi, ndoshta ka ardhur momenti që ju të jeni të pavarur, të keni shtëpinë tuaj, të keni ambientin tuaj. Pra mendoni të vendosni këtë lloj distance, të jepni vetes një shans për të filluar nga e para, pa ngarkesën negative të dikujt tjetër. Java e fundit e majit do të jetë një javë ku, nëse prisni që kjo palë që që janë treguar të padrejtë ndaj jush, që ju ka zhgënjyer, t'ju kërkoj falje,
kjo nuk do të ndodhë. Nuk do të ndodhë Virgjëresha sepse nuk e kanë mjaftueshëm vetdijen për ta kuptuar që e kanë gabim, për të kuptuar që kanë bërë diçka që nuk është mirë, që nuk duhet ta bëjnë, nuk e kanë këtë botë kuptim. Kështu që mos prisni për faljen nga ana e këtyre personave, mund të jetë një, mund të jetë disa persona, varet nga Virgjëresha, por ajo çfarë shikoj në javën e fundit, sidomos për virgjëreshat që po kalojnë situata që janë në procesin e ndarjes, shoh që do të shikoni edhe impaktin që e gjithë kjo situatë ka tek fëmijët. Mund të shikoni që ose s'janë mirë në javën e fundit, duhet kujdeseni, mund të kenë pak probleme nga ana shëndetësore. Fëmijët do të shikoni që do të kenë momente që mund të keni biseda me ta kur e shprehin këtë pjesë, që nuk ndihen mirë nga ndarja, që janë të lënduar, që e gjitha i ka lënë gjurmë, dhe kjo do të jetë një gjë tjetër që ju nuk e toleroni dot, nuk e falni dot. Pjesën e lëndimit të fëmijës, impaktin e fëmijës. Thoni, ok, mirë na ndodhi, ne mirë nuk u kuptuam ne si çift, por mos të qenurit të papranishëm të palës tjetër, të mos u përfshirë me fëmijën, mos kujdesin ndaj fëmijës. Kjo është ajo që do t'ju lëndoj më shumë, kjo është ajo që do t'ju vras më shumë, se thoni pse duhet të ndodh, prap ka përgjegjësi ndaj, duhet kujdeset, prap ka përgjegjësi, prap duhet jetë afër, prap duhet bëj rolin që i takon si prind. Përpiquni me aq sa keni mundësi, sigurisht që këtë boshllok nga ana emocionale që fëmia ka, ju t'ja kompensoni, ndoshta edhe duke bërë rolin e të dy prindërve, duke i qëndruar pranë, duke bërë diçka që edhe ta gëzoj, edhe ta largoj nga mërzia, ta largoj nga një presion që ndoshta është shumë i madh për një fëmijë për të mbajtur, nga një stres që është një ngarkesë që është shumë e madhe. Përpiquni sa më shumë nga ana juaj që ta balanconi situatën. Nga orakulli i gjelbër, mesazhi për ju Virgjëresha më thot stimulation, stimulim, dhe kemi pikërisht energjinë simbolin e specave djegës që më tregon se do jeni shumë të nxehur, ju shikoj, të mërzitur, të irrituar, impulsiv gjatë muajit maj. Do keni momente që do t'ju duket sikur jeta është kaq e padrejtë sa mund t'jeni gati të grindeni me dikë, mund t'jetë gati të kacafyteni me dikë, të bëni një përleshje kaq e padrejtë, do t'ju duket e gjitha, kaq të nervozuar jeni, kaq të nxehur jeni, kaq të mërzitur jeni. Përpiquni që t'jeni më të qetë, se do të ketë momente që do duhet të jeni në atë energjinë tuaj më të arsyeshëm, më të relaksuar, më me llogari gjërat se sa me impulsivitet. Nuk do arrini dot të zgjidhni gjë me nervozizëm, me impulsivitet. Mbajeni në kontroll. Zjarri duhet menaxhuar. Të kesh pak atë inatin është gjë e mirë, se ajo të ndihmon se të jep shtysë pozitive, shtysë për të bërë më të mirën për veten tënde, shtysë për t'ja dalë atëherë kur dikush mund të të zhgënjej edhe përfiton nga ty, ti thuaj çfarë, unë s'kam nevojë për këtë person se unë mund t'ja dal vetë, mund të bëj shumë më shumë vetë. Pra është e mirë ajo, duhet kesh pak patjetër zjarr, pak ego, pak adrenalin brenda vetes, po jo në pikën që të digjesh vetë, të djegësh edhe personat e tjerë që janë të rëndësishëm dhe që duhet jesh pranë tyre, sidomos thash nëse bëhet fjalë për fëmijë të vegjël që kanë nevojë për qetësi, që kanë nevojë për dashuri, nuk është mirë të shohin situata nervozizmi, situata tensioni, për gjëra që nuk kanë kontroll, që ata vetë nuk mund të ndryshojnë. Ok, Virgjëresha, unë uroj që të zgjidhet dhe të bëhet më e mira për ju. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të bëni subscribe, të abonoheni, që mos të humbisni videot e ardhshme, dhe bashkë të dëgjohemi. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.